planin me 28 pikat propozuar nga SBA-t për paqen në Ukrainë, por jo vetëm me kënaqësi do të bisedoj me zotin Ilir Alia, ekspert i çështjeve ndërkombëtare. Zoti Alia, faleminderit. Faleminderit, kënaqësi si gjithmonë. Besoj edhe ju e keni lexuar planin apo jo të SBA-s të mbrojtur nga Donald Trump për të arritur paqen. Unë kam 2-3 ditë që në fakt e analizoj edhe konstatoj me keqardhje se ka kosto të mëdha për Ukrainën. Ndani edhe ju të njëjtin mendim? Sigurisht që ndajt njëjtin mendim, por duhet edhe të bëjmë një analizë të plotë se pse po ndodh kjo. Fillimisht duhet kuptojmë që ato zona të cilat do I jepen, pra do humbas sovranitetin Ukraina, realisht janë të humbura. Pra de facto janë të humbura. Rusia nuk do pranonte asnjëherë që t'i lëshonte, por duhet kemi parasysh më përpara Rusia kërkonte 5 zona, 5 rajone, përfshirë në këto 5 rajone Krimen, Zaporishën, Hersonin, Luhanskin dhe Donetskun, ndërsa tani Rusia me planin e ri ka pranuar që të marrë vetëm 3 nga këto rajone. Pra Krimen, të cilën e ka bërë de facto e ka pushtuar që në 2015 e ka mbyll këtë histori, Donetskun dhe Luhanskun, që ka ngel shumë pak pa e pushtuar, po luftohet dhe ruset po avancojnë sigurisht me një kosto të jashtëzakonshme njerëzore, janë vetëm në Pokrovsk, kanë humbur për 10 ditë 20.000 ushtarë. Pra I kosto e jashtëzakonshme, por për Rusin nuk ka rëndësi kosto e njerëzore. Pra në gjithë vendet normale, kosto e njerëzore është ajo që është kryesorja, por Rusin nuk ka rëndësi kjo. Ka rëndësi vetëm se si të justifikohet fitoria e Putinit në Kremlin. Dhe se do kalojmë pastaj edhe tek pika që është më rëndësishme. Po ta shikosh planin, plani në vetvete I jep një supremaci të jashtëzakonshme Shtetet e Bashkuara në këtë territor. Një nga geopolitologët më të mëdhenj të kohëve të shekullit të 20, Henry Kissinger, thonte që Ukraina, pra ekzistonte Bashkimi Sovjetik në atë kohë, por Henry Kissinger thonte që Ukraina është zemra e Euroazisë. Dhe sot mësimet e Henry Kissingerit po zbatohen në planin 28 pikësh të Donald Trump. Se ashtë Donald Trump janë të institucionet të tjera të sigurisë amerikane, por Donald Trump e prezanton. Dhe kjo supremaci në këtë zonë, e cila është shumë e vështirë, ka qenë historikisht për perëndimin një zonë shumë e vështirë, shumë e diskutueshme, sepse këtu ndërthuret interesi dhe influenca ruse, por edhe interesat të tjera që janë përballur, pra është përballur gjithmonë Rusia me interesat me perëndimin, pra në Ukrainë janë përballur. Dhe po ta shikojmë shumë mirë, ky plan pse ka supremaci me këtë plan fiton Shtetet e Bashkuara fitojnë supremaci në këtë zonë, në këtë rajon të Euroazisë. Fitojnë supremaci sepse ato në qoftë se ju e keni parasysh, ato janë garanti I këtij plani, pra askush nuk mund të prish paqen e vendosur mes Ukrainës dhe Rusisë, apo edhe Europës dhe Rusisë. Pra askush nuk mund të ndërhyjë sepse do jetë direkt I përballur me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, thot plani. Tjetër, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do ndërhyjnë me kompanitë e tyre për të bërë biznes në Ukrainë. Por le t'i kthehemi se çfarë po ndodh brenda Rusisë, sepse këto janë element shumë të rëndësishëm. Brenda Rusisë, ne së bashku këtu në këtë studio e kemi diskutuar që vjeshta do jetë shumë e nxehtë dhe shumë e delikate për ekonominë ruse. Bankat në Rusi nuk kanë likuiditete më, po vonojnë pagesat që bëhen mes kompanive. Inflacioni është rritur shumë, ka probleme të mëdha financiaro-ekonomike. Pra, glabrimi, po e quaj glabrimi, do vinte nga Pekini për Moskën. Në qoftë se nuk do vinte një lëshim që I është bërë, sepse ne gjithë themi që po I bëhet një lëshim Rusisë, e cila është agresore
Apo jo? Po nuk më bën sens diçka, nëse është në vështirësi kaq shumë dha që sa cilësuat ju, pse nuk e ul stekën e pretendimeve, duket se e ka rritur edhe më shumë. Po, është një thënie e një tjetër geopolitologu, Brzezinskit, Zbigniew Brzezinski, ebreu amerikan, i cili thot që sa më pak të drejtë të kenë rusët, aq më shumë rrisin kërkesat e tyre. Pra, kjo është në metodologjinë e punës dhe jetës tyre. Ne e kuptova. Kjo vlen për më parë, po tani nëse ndodhen në emergjencë. Është e njëjta. Nëse ndodhen vështirësi. Jo, është e njëjta. Kush është Vladimir Putin? Vladimir Putin ka qenë një oficer i zbulimit KGB-s. Pra, është e njëjta gjë, nuk ka ndryshuar asnjë gjë në Rusi. Pra, pavarësisht se kemi 35 vjet që ka rënë komunizmi etj, por Putin, Patrushev, gjithë elita që bëjnë politikën në Rusi, janë njerëz të KGB-s. Kuptova. Dhe është e njëjti mentalitet që ka Rusia. Dhe nuk ka ndryshuar asgjë. Thjesht është pak më e bukur, sepse kanë kaluar kohët dhe ka qenë një periudhë që ekonomia ka pas një lulëzim. Por nuk ka, nga pikpamja mentalitetit është e njëjta.